Zonja Zotrimi Mbrëma, mirë se vini në emisionin In and Out. In and Out i sonte i kushtohet perceptimit të Kosovës si dhe migrantëve shqiptar dhe kosovar në Zvicër nga shtetasit zvicran, respektivisht nga vendorët. Për të kuptuar, për të ilustruar se si popullata zvicrane i percepton shqiptarët në Zvicër, kemi zgjedhur të debatojmë me zotri Rolon Mezh, i cili është udhëtar, fotograf, reporter, i cili ka një karrierë të bujshme të reportazheve, si dhe fotoreportazheve. Prandaj propozoj të diskutoj me ta në lidhje me dokumentarin cilin e ka realizuar, i cili quhet Peshkatari si dhe Bukpjekësi. Zoti Rolon Mezh, mirëmbrëma. Ju falenderoj që jeni me ne. Para se të flasim për reportazhin tuaj që e keni realizuar, a mund të na tregoni se kush është Rolon Mezh? Atëherë, përgjigjja do të jetë pak e ndërlikuar, sepse jam në një moshë të shtyrë dhe kam pasur periudha të ndryshme në jetën time. Aktualisht ja vetes titullin e një udhëtari fotograf, që nga mosha e adoleshencës unë kam udhëtuar për të zbuluar shtete të ndryshme. Ju duhet të dini se Zvicrani jeton në një kopsht të bukur në balë të bjeshkëve, por nëse jemi pak kureshtar, ndjejmë nevojën për të parë se çfarë po ndodh me ata në bjeshkëve. Kështu ndodh edhe për shumë udhëtar zviceranë, e unë jam një prej tyre dhe them me krenari se jam një udhëtar zviceran. Po dokumentari Bukpjekësi dhe Peshkatari? Ideja e këtij dokumentari ka lindur për shkak se kam vizituar shtetet e ballkanike për herë të parë në 63-ën. Shumica e telespektatorëve tuaj as nuk kishin lindur atë kohë. Atë vit unë isha në muajin e mjallit dhe isha nisur me nusën time me makinën Citroen dhe kemi kaluar nëpër ish Jugosllavi për të arritur drejt jugut të shteteve të Ballkanit në Greqi, ku kishim parapar të jetojmë një vit të tërë. Dhe duke kaluar nëpër Jugosllavi kemi kaluar nëpër jugun e Kosovës, e cila ishte akoma një krahin e Jugosllavisë të Marshallit Tito. Disa ditë më vonë kemi arritur në Shkup, më njëherë pas dridhjes së tmerrshme të tokës. Për mua ishte kontakti i parë me shtetet e Ballkanit. Pastaj, shumë më vonë në 2004-ën, një nga vajzat e mia, sepse jam baba dhe 5 herë gjysh, njëra prej vajzave të mia ishte shefe e misionit të kryqit të kuq ndërkombëtar në Prishtinë. Prandaj, bashkë me gruan kemi shkuar ta vizitojmë në Kosovë dhe si gjithmonë kemi përfituar nga rasti për të vizituar Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë, të gjitha truhet shqipfolza. Do të thot ideja e realizimit të këtij dokumentari ka lindur aty? Jo më njëherë. Aty ishte një kontakt i parë me Kosovën e pas luftës, me Kosovën e pavarur. Por disa kohë më vonë në fshatin tim të vogël të kantonit të Vaudit, në breg të liçenit, pati ardhur një bukpjekës furragji. Atko ishte një furrë e thatë dhe komuna kërkonte një bukpjekës për furrën në fjalë. Ne gjetëm një bukpjekës dhe ja që ai ishte kosovar. Sa po e pata dëgjuar emrin dhe theksin e tij, i kam thënë në shqip Mirdita. Ai ishte shumë i çuditur kur ka parë që bile një zvicran fliste të paktën një fjalë shqip. Më pas kam dhënë mbështetjen time në mënyrë që t'i jepet një shans këtij bukpjeksi me gruan e tij, i cili gatuan një bukë të shkëlqyeshme. Tashmë kjo furrë ka shënuar një sukses të madh dhe me që jemi bërë miq, kam propozuar të bëj një dokumentar në lidhje me jetën e tij. Sepse ai pasqyron komunitetin shqiptar në Zvicër, i cili është i madh. Shumica e shqiptarëve në Zvicër janë shumë mirë të integruar ekonomikisht, gjë që përbën hapin e parë të integrimit. Unë kam nisur këtë reportar si që ndodh shumë herë pas skenarë dhe skica të përcaktuara dhe dal nga dal, ai më ka njoftuar më njërin nga kunetit e tij, sepse familjet kosovare janë të mëdha, i cili ishte peshkatar në liçenin Leman. Dhe aty më ka shkuar mendja të krishteret, sepse bukpjeksi dhe peshkatari janë një parabol krishtere. Ju e dini se në botën krishtere bukpjeksi dhe peshkatari janë dy zanate simbolike, me që bukpjeksi shumëzon bukët dhe peshkatari zë mrekullira. Aq më tepër me që bëhet fjalë për dy profesione që nuk praktikohen shumë nga shqiptarët.
Po, nuk është e lehtë të jesh një peshkatar kosovar. Por unë kam mësuar që bukpjekësit e Prizrenit ishin bukpjekësit e gjithë ish Jugosllavisë. Madje siç shihet edhe në reportazh, peshkatari ka qenë fillimisht bukpjekës. Pikërisht propozoj të shkojmë të shikojmë disa çaste të reportazhit tuaj me qëllim që të i kthemi pastaj bisedës mbi mesazhin e dokumentarit tuaj. Très bien. Shkojmë pra e shohim disa çaste të reportazhit të zotri Rolon Mezh. De l'autre côté, ça vient un peu en travers. Moi, je suis au milieu du lac. Je vois pas comme vous, hein. Nyon, charmante localité au bord du lac Léman, est un important site touristique tout autant qu'un pôle économique dynamique. Dans un coin du port, les pêcheurs se sont regroupés, petite communauté sympathique et marginale. Pam disa çaste të personazheve të filmit Rolon Mezh. Monsieur Mezh, il s'agit de deux profils de migrants kosovars en Suisse qui sont... Zoti Mezh bëhet fjalë për dy profile të pazakonshme të emigrantëve kosovar, me që ushtrojnë dy zanate që nuk praktikohen shumë nga ky komunitet. Généralisé au sein de la communauté kosovare en Suisse. Alors certainement, ça vous le savez mieux que moi. Sigurisht, ju e dini këtë dhe më mirë se unë, është vërtet se kemi të bëjmë me dy zanate që praktikohen shumë gjatë natës. Një bukpjekës punon natën për të na ofruar bukë të freskët në mëngjes, peshkatari gjithashtu zë peshë gjatë natës. De nuit, ce sont des métiers assez pénibles. Pra janë zanate gogja të mundimshme dhe ka gjithnjë më pak zvicran që duan të bëjnë këto zanate. Aq më tepër kur dihet se nuk janë zanate ku mund të mbledhin pasuri. Je sais pas s'il y a d'autres, il y a peut-être d'autres boulangers kosovar. Është po ashtu e vërtet që nuk ka shumë bukpjekës shqiptar, por sigurisht që ka edhe më pak peshkatar kosovar. Kam pasur mundësi të zgjedh tjera tema, por doja të kufizom në këto dy persona. Në një anë për shkak se kemi të bëjmë me dy zanate themelore dhe në tjetrën për shkak se kemi të bëjmë me një dimension njerëzor që kërkojnë udhëtimet e mira. Personaliteti i tyre më ka prekur shumë, janë dy persona me të cilit jemi miqësuar gjatë dokumentarit. Janë dy persona shumë prekës dhe që nga skicat e para që u kam treguar të afërmëve, qofshin të rinj apo të vjetër, janë treguar shumë të prekur nga ana njerëzore dhe ndjeshme e familjeve të tyre. Très accroché par le côté extrêmement humain, extrêmement sensible de ces deux personnes et de leur famille. Është pikërisht ky fakt që ju ka shtyrë të shkoni edhe më larg, që të shkoni edhe në Kosovë. Po, pikërisht, dal ngadalë ne kemi biseduar se si zhvilloi jeta e tyre dhe aty kam zbuluar se ekzistonte një traditë e pashmangshme për diasporën, dasma të gjatë verës në Kosovë. Prandaj pata vendosur t'i shoqëroj në Kosovë dhe isha shumë i çuditur kur kam parë më shumë vetura me tabela të Zvicrës se sa të Kosovës, madje vetura shumë të bukura. Aty kam kuptuar simbolikën e një makine të madhe për një kosovar të diasporës. A mund të na komentoni?
Sigurisht që vlen edhe për shoqërinë tonë materialiste, nuk vlen vetëm për kosovarët, por edhe për zviceranët. Makina e madhe përmban një simbolik në shoqëri tregtare ku të hollat apo shenjat e jashtme të pasurisë janë shumë të rëndësishme. Në thelb, kosovarët nuk dallojnë shumë prej evropianëve, gjermanët janë të parët që fryhen me veturat e tyre të mëdha me Mercedeset e tyre. Pra përse kosovarët nuk do të kishin të drejtë të bëjnë këtë? Kosovarët janë evropianë, jemi të gjithë evropianë. Po i rikthehem temës, ishin familje shumë prekse, kam dejtur me ta në Kosovë. Isha i ftuar në festa familjare, kam filmuar martesa dhe kam arritur të hyj brenda jetës së diasporës gjatë gjithë verës. M'intégrer un peu dans la vie estivale de cette diaspora et j'ai aussi compris que économiquement la Kam kuptuar se sa diaspora ishte e rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit, por këtë Albin Fo e di edhe më mirë se. A jeni kënaqur me rezultatin? Si një zistran, i ri keni udhëtuar shumë gjatë rinisë suaj. Udhtoj akoma. Po, pikërisht, realizimi një reportazhi duke hyrë në jetën private të njerëzve që njohim, duhet të jetë një gjë jo shumë e lehtë. A keni hasur në vështirësi apo pengesa? Je sais pas, est-ce que vous avez rencontré vous avez été confronté à des obstacles ou à des Alors absolument pas, c'est extrêmement bien passé. Jo, absolutisht jo. Çdo gjë ka shkuar shumë mirë. Njerëzit janë treguar shumë të mirë dhe të këndshëm. Prandaj u flas për këtë një pjesën e punës sime që është një reportazh krejtësisht fotografik. Çfarë më ka motivuar për të bërë këtë punë është fakti se Kosova është në Evropë. Unë them gjëra të njohura nga të gjithë, por ne zviceranët kemi zbuluar Kosovën vetëm me ardhjen e një numri të madh të refugjatëve gjatë periudhës së luftës. Më pas, autoritetet zvicerane kanë filluar shumë shpejt të investojnë për zhvillimin e Kosovës si dhe për mirënjohjen e saj në nivelin ndërkombëtar. Dhe kemi kuptuar se ishte një shtet i cili nuk ishte më i madh se Zvicra frankofone dhe i cili ishte shumë afër vendit tonë. Një vend që është Evropë. Është e qartë, duke jetuar në pjesën perëndimore të Evropës me periudhën komuniste, ishin vise që na janë fshehur pak, për të cilat nuk ishim shumë të interesuar. Et c'est aussi un aspect, dans mon côté, un peu international. Është gjithashtu një aspekt në anën time pak ndërkombëtareske me që kam udhëtuar në 4 anët e botës, i kam thënë vetes në vend se të shkoj në Iran, Eritrea apo Sudan ku kam bërë reportazhe, dua të interesohem gjithashtu për një shtet i cili nuk gjendet shumë larg dhe që është pjesë e Evropës. Para se të hym në temën e Kosovës, propozoj të zbulojmë disa çaste të reportazhit tuaj në Kosovë. Shkojmë tani me disa pamje të reportazhit të zotrit Mezh në Kosovë. Nos artisans suisses se retrouvent aussi dans les fêtes familiales, les femmes dansent, les hommes font table séparée. À celle des pères et chefs de famille, il y a ces deux vénérables anciens, des oncles, jumeaux de 84 ans. Derrière ces regards un peu perdus éteints, il y a indélébile les images de la guerre. À une douzaine de kilomètres de la ville, Toupes, le hameau natal de Nedjat Sochai. Le carrefour du chemin est marqué d'une tombe récente, celle d'un jeune martyr du village. L'atmosphère est quelque peu pesante, la maison natale de Nedjat est à l'abandon,
il m'autorise à monter à l'étage, là où il avait sa chambre gamin. Dans un modeste désordre, il y a ces 3 coffres, typiques de l'artisanat albanais, dont je verrai d'autres exemplaires chez le menuisier du bazar de Jakova. Passant devant l'école du bourg voisin où Nedjat fit ses premières classes, nous allons au bout de la route, à Plagnet, où l'école a été reconstruite grâce au fonds de la coopération suisse. Le directeur nous attend. Pam disa qaste të filmit të Zotri Mezh në Kosovë, në ambientet familjare në Kosovë, suazave darsmave familjare gjatë verës në Prizren. Zoti Mezha ka ndryshuar perceptimi juaj për kosovar si dhe për protagonist e reportazhit. Me fjalë tjera, a ka ndryshuar perceptimi juaj nga momenti që keni filmuar në Zvicër dhe më pas në Kosovë? Po, perceptimi im ka ndryshuar. Ai është rafinuar, stërholluar. Gjë që nga kontakti i parë unë pata kuptuar se kisha të bëja me njerëz që ishin serioze, që ishin munduar shumë për të integruar në Zvicër, e cila është goxha e ndërlikuar dhe e ngurtë me sistemin e saj ligjor, me kodet si dhe ligjet që e udhëheqin. Unë kam parë për kushtimin e tyre për të integruar në këtë vend, dhe ajo që kam zbuluar kur kam shkuar me ta në Kosovë ishin lidhjet e thella dhe të sinqerta që diaspora mban me vendin e saj të origjinës. Kjo më duket e mrekullueshme. Madje, është interesante për ne zviceranet që kemi tendenca të harrojmë origjinën tonë për shkak se dëshirojmë të jemi ndërkombëtar dhe të mos kujtojmë se jemi me origjinë nga Friburgu apo Vauti. Kjo lidhje e sinqertë me rrënjët e tyre është shumë e rëndësishme. Kjo dëshmohet, madje kam filmuar në rrethinën e Njonit me të gjitha aktivitetet kulturore të kosovarëve, me mësimin e gjuhës shqipe, me vallëtarët folklorik dhe me mirëmbajtjen e gjithë kulturës së mrekullueshme nga shtetet e Ballkanit, e cila është gjërësisht nga Kosova ose nga shqiptarët. Qui déborde largement du Kosovo, parce qu'on est en pleine albanitude, si l'on peut dire. J'ai eu l'occasion de voyager aussi en Albanie et de découvrir la richesse. Unë kam vizituar gjithashtu Shqipërinë dhe kam zbuluar pasurinë e këtij vendi. Fjala folklor më pengon sepse kemi të bëjmë me një kulturë të gjallë dhe kjo lidhje me kulturën dhe rrënjët është një gjë shumë e rëndësishme. Kjo vërehet në mënyrë shumë të thjeshtë. Nëpërmes dërgesave të parave, diaspora bën shumë për familjet e saj, për klanin e saj, sepse janë familje të numërta. Flas për klan në kuptimin e mirë të fjalës. Pra, kjo tregon padyshim për lidhjet e tyre të forta, me që shkojnë çdo verë në Kosovë, e disa prej tyre shkojnë disa herë edhe gjatë vitit. Kjo dukuri më duket shumë interesante, prandaj arri në këtë përfundim edhe në reportazhin tim. Këta shqiptarë që janë bërë zvicerantë, të cilët tregojnë me krenari pasaportën e tyre të kuqe me kryq të bardhë, kanë mbetur thellësisht kosovar në kulturën dhe rrënjët e tyre. Unë i mbështes dhe i inkurajoj që të mirëmbajnë këtë lidhje. Effectivement, la diaspora elle a un rôle pour le développement du Kosovo, mais en parallèle à ce travail de reportage. Po është e vërtetë se diaspora luan një rol në favor të zhvillimit të Kosovës. Por paralelisht me këtë reportazh, ju po ashtu keni bërë fotografi interesante ku keni huazuar çastet e Kosovës. Në çfarë përfundimi arrini në lidhje me këtë udhëtim dhe me punën tuaj të kryer? Cila është pikpamja juaj në lidhje me zhvillimin e Kosovës në përgjithësi? Mais aussi sur le plan du développement d'une manière générale. Oui, alors par ce travail photo, c'est un peu le deuxième volet. Me punën e fotografive, është pjesa e dytë e reportazhit në video, doja të tregoja gjallërinë e popullatës kosovare të vendosur në Zvicër, të cilës si duhet të gjej vendin e saj. Gjë që nuk ka qenë lehtë balla administratës, por edhe për të gjetur punë, për të mësuar frëngjishtën, një gjuhë krejtësisht të ndryshe. Donc j'ai constaté leur très fort dynamisme. Por kam vërejtur dinamizmin e tyre të madh, gjithashtu kam qenë i çuditur me faktin se Kosova e sotme nuk mbante të njëjtin dinamizëm, sikur para një viti. Unë kam ndjer një lloj palëvizshmërie. Është vërtet që Kosova ka një histori të re dhe shumë të ndërlikuar. Tani jemi pak a shumë 20 vjet pas luftës. Kam vërejtur një rrokje, dominimi të madh nga institucionet ndërkombëtare, KFOR-i, EULEX-i e tjerë, të cilat janë shumë herë të kontestuara nga banorët kosovar ose që vjen në pyetje të paktën. Kam ndjer një palëvizshmëri në nivelin ekonomik, kam parë shumë fabrika të braktisura. Dhe për një zviceran që ka qef gjërat e qarta dhe të
të rregulluara pasër, kjo dukuri bën që të vëmë në pyetje shumë gjëra. Për çfarë arsye këto fabrika nuk janë rindërtuar? Për çfarë arsye nuk janë nxituar për të ndërtuar qendra trajnimi për të gjithë ata të rinj që kalojnë ditët të tyre me një Coca-Cola që paguajnë €1 në terracat e restoranteve? Unë kam gjerë një lloj dhimbjeje për këtë dukuri, sidomos kur e dim se gjendemi në Evropë. Aktivitetet e mia profesionale në të kaluaren si konsulent ndërkombëtar për zhvillim më kanë sjellë në shumë shtete të Afrikës e të lindjes së mesme dhe isha në një kontekst kulturor të ndryshëm. Por në Kosovë unë ndjej veten në Evropë, sikur në të gjitha shtetet e Ballkanit. Prandaj edhe kam shtruar disa pyetje të cilat I kam shprehur në reportazhin fotografik, I cili kontraston gjithë entuziazmin që kam shprehur në realizimin me kamerë. L'enthousiasme que j'ai pu donner dans le travail vidéo. Nuk do të përfundojmë këtë bisedë me një shikim të zymt, edhe pse fotografitë tuaja janë kritike. Po si shihni perspektivat e Kosovës dhe të rajonit? Les perspectives du Kosovo et de la région. Il y a un fantastique potentiel, Kosova ka një potencial të madh dhe një potencial të jashtëzakonshëm. Po e përsëris Kosova nuk është larg. Me mjetet e komunikimit jemi shumë shpejt në Kosovë. Kosova ka një fuqi punëtore fantastike, përveç kësaj në aspektin e turizmit është një vend që ka peizazhe të bukura. Fjala turizëm është një fjalë që do të thotë shumë për zvicranët. Në fakt, me bjeshkët e saj Kosova I ngjan shumë Zvicrës. Le Kosovo avec Po këto peizazhe në lidhje me ambientin, a janë të mbrojtura nga kosovarët? Kisha thënë se fal pa lëvizshmërisë nuk ka shumë shkatrime në këtë. Ndoshta është një shans për Kosovën për të nisur mbi themele më të shëndoshë. Effectivement, le Kosovo, Po, mund të vlerësojmë se Kosova është në fillim, në nisje të zhvillimit të saj dhe duhet të shpresojmë që të gjitha burimet teknike dhe financiare do të koordinohen për të siguruar një zhvillim harmonik të këtij vendi, që gëzon një potencial të madh në bujqësi, vreshtari, në turizëm, në prodhimtari. Dans l'agriculture, dans la viniculture, dans le tourisme, dans la manufacture, encore une fois, la main-d'œuvre est à disposition. Edhe një herë rikujtoj se ka një fuqi punëtore të madhe. Me mira të rinj vetëm presin të gjejnë punë. Gjithashtu do duhej që Kosova të mund të përfitojë nga njohuritë e fundit në lidhje me infrastrukturën, menaxhimin e peizazheve si dhe për trajnimin profesional. Trajnimi profesional është qartë lëmi thelbësore nga e cila një shtet varet. Ju e dini, ne jemi në Zvicër dhe besoj se njeni gjithë përkushtimin e dhënë për trajnimin e të gjitha niveleve, që nga zanati deri tek shkollimi I lartë. Pra duhet bërë një punë të madhe në këtë lëmi. Megjithatë kam parë që kishte shumë universitete të drejtësisë në Kosovë, sepse me sa duket të gjithë të rinjt kosovar dëshirojnë të bëhen avokat. Duket të jetë një profesion shumë I pëlqyer, po nuk mund të ndërtojmë një shtet vetëm me avokat. Pra ka profesione me praktik dhe me thelbësore për jetën e përditshme që do të duhej të favorizohen. Propozoj ta mbyllim këtë bisedë me fjalët tuaja të fundit, të cilat janë shumë të rëndësishme, veçanërisht ato fjalë për trajnimin dhe shkollimin. I gëzojmë faktit që do ta zbulojmë reportazhin tuaj në suaza të manifestimeve që do të organizohen në këtë rast. Faleminderit për mikpritjen. Merci. Zonja Zotri, kjo ishte tëra për sonte. Shpresoj se do të keni rastin ta viziononi dokumentarin e zotrisë Roland Mesh, pikërisht mbi portretimin e dy migrantëve kosovar në Zvicër si dhe në Kosovë. Në Albinfo do të keni të gjitha informatat e nevojshme për datat e këtyre manifestimeve. Ju falenderit për vëmendjen, natën e mirë.